Përshëndetje, emri im është Steve dhe do të doja t'ju tregoja për përvojën time shumë vjeçare në kantieret e ndërtimit si izolator. Përshëndetje, sot do të doja t'ju tregoja se si të bëni grykën këndore, dhe kjo nuk ka pse të jetë shkencë raketash, është e thjeshtë dhe shumë e shpejtë. Për këtë, ne matim perimetrin e tubit. Sigurisht, e kam përgatitur tashmë. Tani e ndajmë pjatën për gjysmë, kështu që e shënojmë. Do të vizatojmë një vijë këtu. Si hap tjetër, na duhet masa e shkurtër dhe masa e gjatë. Do ta hedhim një vështrim në objekt. Dhe do ta vizatojmë këtu. Pastaj marrim diametrin. Merr një të katërtën e kësaj duke përdorur një busull. Tani do të vizatojmë një rreth të vogël këtu poshtë. Tani e marrim këtë gjatësi në busull. Shikojmë se ku është tangjent harku i rrethit. Nëse është pak më e gjatë, nuk është aq keq. Tani është shumë e rëndësishme se si e presim cungun në mënyrë që të kemi një skaj të pastër dhe të sheshtë dhe gjithashtu të arrijmë një trashësi të duhur të shtresës izoluese. Kjo është arsyeja pse po e mbaj thikën këtu në një kënd 45 gradë dhe po pres në një kënd 45 gradë drejt rrethit. Tani do ta kthej thikën plotësisht. Është gjithashtu shumë e rëndësishme të keni gjithmonë një thikë të mprehur. Këtu e kthej thikën plotësisht në anën tjetër përsëri. Kini kujdes të mos i prisni gishtat. Dhe gryka juaj e pjerrët ka mbaruar. Këtu mund ta shihni pse e preva në një kënd të tillë, për të arritur material të mjaftueshëm për zonën e mbivendosjes. Pastaj do të marr grykën, do ta shtyj shumë fort. Këtu, dhe pastaj do të shikosh se sa pastër mund ose duhet të futet këtu poshtë. Si hap tjetër, do ta ngjis në vend, por ka edhe disa gjëra të tjera për t'u mbajtur mend. Ju lutemi aplikoni pak ngjitës këtu paraprakisht, sepse më pas nuk do të jeni në gjendje të arrini skajin e vogël. Në rregull, tani do ta veshim hundën me një shtresë të hollë të bukur. Tani vjen pjesa e veçantë, mund ose duhet të aplikoni pak ngjitës këtu. Dhe duhet të aplikoni ngjitësin e duhur këtu për ta lidhur atë pastër. sepse nuk mund të arrijë ndikimin më pas.
komme hinterher nicht mehr an den Stoß heran. Tani shtyjeni grykën shumë thellë, pastaj. Richtig tief reindrücken. Ngjiteni. Mirë dhe. Kleben. Shtypeni fort në vend. Reindrücken. Dhe pastaj. Kam grykën. Time të pjerët. Këtu, të cilën mund ta ngjis me. Kujdes në vend. Ngjiteni siç duhet këtu, përdorni shumë ngjitës. Hier war dran. Abwarten. Prit një. Minutë dhe pastaj. Do ta kesh gati tubin e shkarkimit të pjerët.